Përshëndetje, mirëmëngjes nga Arena e Demave, nga unë Pap Kodra. Sot do të nisim me një transmetim vërtet maraton me dy super sfida, duke nisur nga sfida e parë 17 vjeçar përballë Skënderbeut e më pas 18 vjeçar në orën 12 përballë Skënderbeut sërish, por dy sfida të ndryshme, dy sfida me objektiva të njëjtë, me Partizani që do kërkojë pra fitoren në të dyja në të dyja grup moshat. Ndërkohë që e Shtuna ka nisur në mënyrë më të bukur, pra në Akademinë e Partizanit kemi siguruar plot 3 fitore, kemi shënuar shumë gola, nuk kemi mësuar asnjë gol. Hitaj, Vata, topi drejt Himalarit, nuk ndërpritet siç duhet, tashmë Himalari provon zonë, gjithmonë Nelson Himalari ka të djatën, le të shikojmë goditja dhe topi që mbet në zonë ku gjati mund të arrijë, e godet me forcë, bllokohet tashmë është Vata, edhe jep për Himalarin. Nuk arrin as Himalari që si qëndrojnë përpara, këmbgul Vata, mjaft mirë, por për një çast ndërhyn dhe mbrojtësi Skënderbeut duke larguar tashmë drejt zonës ku ndodhet i vetëm lojtari me numër 24. Letër duket një ndeshje lehtë për skuadrën e Julian Kacës, por shpresojmë që të marrim rezultat pozitive edhe nga Shkodra. Po le të shkojmë te mundësia Lushaj Gjati, shikon zonën krosimi drejt qendrës aty ku Himallari mund të godas gjithmonë Nelson Himallari çliron të djathtë goditje më hershme. Topin gjitur me shtyllën. Edhe një herë Lushaku për Himallarin. Shikoni një top mjaft i bukur për Gjatin që mund të provojë të parën. Eziton të Gjati që si arrin në limitë dhe kroson në zonë drejt zonës ku ndodhet Lushaku. Godet mirë Lushaku. I jashtë kuadratit. Një krosim drejt zonës ku grushton Ersi Maloku. Provon sërish Skënderbeut që ndër para me Lalotin. Mbyll Hikolari. Shumë lojtar në zonë. Gjati, krosimi fort i plotë dhe pa besueshme. Kërcen mbi të gjithë Hikolari. Gjati, Himallari, mundësia tashmë provon dhe godet gjitur me shtyllën e majt. E mbron me forcë, por do të tregojmë të kujdesshëm. Hikolari, një gabim i mbrojtjes së Partizanit, Laloti, gjithmonë Laloti, goditja dhe pa besueshme. Shikoni çfarë ndodh në minutën e 43. Pësojmë një gol. Zonë vërtet pa mundur, por tashmë që mund provoj me Lushaku, gjithmonë Lushaku e godet lart kuadratit e pa besueshme drejt sulmit ton, Shkëmbi. Vata. Tasho, Himallari, e me njëshme goditja, ndërhyn portieri Zaimi. Edhe një kërkohet zona. Tasho, mundësia, e godet jashtë kuadratit. Teksa po mbyllet minuta e 3 shtesë. Krosimi drejt Vatës në rëmuj, Lata e godet Gjergji dhe ka shënuar Partizani. Përmbys gjithçka skuadra kuqe, si gjithmonë me golat e tij të minutave të fundit Etienne Gjergji.
Një emocion të tillë kemi parë dhe kemi shijuar gjatë ndeshjes ndaj Vllaznis. Një gol nga ky person, pra nga Etienne Gjergji, e tashmë është në rrjet